dal nga ky ngërçme, që është partia e parë nga zgjedhjet e fundit? E para parti që ka të drejtën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, jo e para, po e vetmja parti, apo koalicion fitues është Lëvizja Vetëvendosje dhe aleatët e saj brenda koalicionit. Kjo është normë kushtetuese. Ne kemi probleme të tjera që nuk lidhen me kontestimin të drejtës saj që ta zgjedh atë. Ne kemi problemin me individin dhe personin. Pra, i tërë spektri politike ka vlerësuar se nuk i plotëson kriteret e integritetit personal për të bartur këtë përgjithësi. Dhe ja ta jep edhe një detaj që vështirë po lexohet ndoshta nga mediat edhe nga gjithë ne. Kryeministri personalisht tha, votojnë e kryetarin e kuvendit, unë i kam votat për qeveri. Si kryeministri, unë i kam votat. Tani, asë është kjo një tregus i mungesës e dignitetit të zonjës Haxhiu? Si ka mundësi me pranu, me u po e quj kushtimisht, me u poshtrua në 25 tendenca për të zgjedhur kryetarë kuvendit? Pa sukses, ndërkohë që kryeministri thot, unë i kam votat për kryeministër dhe qeveri, por ju bëjni votat për kryetarën e kuvendit. Që do të thot? Po i thot kryetarës kuvendit me përkthyen termat, pak të nuk shtoj kushtoj Shqipen. Unë i kam votat si kryeministër, por ti si kryetarë kuvendit, për kryetarë kuvendit si paske. Atë çfarë digniteti ka? Një deklaratë të tillë bie ta vendos keq para publikut edhe sigurisht para publikut, para karrierës saj, para çdo kujt. Atë si ka mundësi, si mund të ketë dignitet dhe integritet një person që sfidon në këtë mënyrë shefi i partisë saj, e nuk ja bën votat me bë kryetarët kuvendit dhe e lën me u sfiduar në për 25 as i vazhdime. Berisha, pra, beson jo me të vërtetë që kryeministri në detyrë Albin Kurti ka votat për qeveri, nëse nuk i ka në këtë rast për kryetarin e kuvendit? Unë po thirrem çka ka deklaruar ai. Dhe votat për qeveri ka se kërkesa që të bëhet ndryshim në mes të seancës, që nuk tolerohet, nuk e lejon rregulloria. Ke filluar me votimin e hapur, vazhdojmë. Sikur në fillim seancës ishin dakorduar se votimin do ta bëjmë fshet dhe ish bën me votë shumicës. Po do ta bëjmë fshet, se këto marrëveshje bën, do tolerohen. Atër do të ishim okej. Mirë, po kem fillu me votim të hapur. Tani, mekanizmi i votimit të fshet është për ta gjetur shpëtimin tek vota që e ka edhe për qeverinë, edhe për kryetarin e kuvendit. Edhe për qeverinë këtu e ka. Tek vota nga lista serbe. Se përndryshe nuk bën dot qeveri. Du ta bëjmë me votat. Këtë e ka deklaruar edhe ministri e jashtme, Zonja Grevalla, se këta po mundohen tash përmes asaj propagandës dhe daljes së shpesh në media, thotë s'kam dëgju, nuk e dim si ka thonë kështu. Ka thonë ministri Grevalla kështu diçka në këtë apresish, në këtë kohë se shpërflasim ne, dhe në mbrëmje ka thonë edhe vetë Vučići. Edhe Vučići ka deklaruar se mund të ketë deputet nga lista serbe që do të rebelohen. Po para tyre janë një javë, dy kam thënë unë personalisht. Se Lëvizja Vetëvendosje do ta bëjë qeverinë me 3 vota, unë kam aludu, sepse ishin 3 votat e Fatmir Limes, që mund t'i ketë ose jo, nëse si ka, i ka nga lista serbe, por qeverinë do ta bëjë. Dhe këta kanë thonë pas një javë të njëjtën deklarat, po këta me 4. Unë po ta them se 6, edhe gjitha votat e listës serbe do t'i ketë. Mjafton ta ketë mekanizmin e votimit të fshet, që mos të vrehet, se këta këtu e kanë hipokrizin, tendencën për të fshehur, para opinionit dhe pa ta mbajtur të mashtruar në atë opinimin e mashtrimit që e kanë mbajtur deri më sot. E mashtrimi nuk shkon pafund. Se tani në kuvend gjithçka është në një matematik shumë e thjeshtë. Janë numra ata që dihen saktë për nga erdhën. Se secili deklaron vota. Megjithatë, nga Lëvizja Vetëvendosje sigurisht kanë mohuar që llogarisin në votat e listës